Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vijim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Në Tiranë është mbajtur protesta e 28 kombëtare kundër qeverisë, ku morën pjesë qytetarë nga qytete të ndryshme të vendit, si edhe shqiptarë të ardhur nga diaspora. Manifestimi u shoqërua me një marshim drejt godinës së kryeministrisë, ku protestuesit ritheksuan kërkesat e tyre politike dhe vendosmërim për të vijuar protestën. Në kryeqytet është mbajtur protesta e 28 kombëtare kundër qeverisë organizuar nga grupe e qytetarësh dhe përfaqësues të ndryshëm të shoqërisë civile, duke shënuar vijimin e një serie tubimesh të përsëritura në javët e fundit. Grumbullimi i protestave ka nisur në orën 19 në sheshin Skënderbej, ku janë mbledhur qytetarë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, si dhe një numër emigrantësh të ardhur nga vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Atmosfera në shesh ka qenë ngarkuar me pankarta, thirrje dhe mesazhe politike të drejtuara ndaj qeverisë. Pas grumbullimit, turma e protestuesve është nisur në mënyrë të organizuar në marshime drejt godinës së kryeministrisë, duke kaluar në rrugët kryesore të qendrës së Tiranës. Gjatë marshimit janë dëgjuar thirrjet vazhdueshme për ndryshim politik edhe për dorëheqjen e kryeministrit. Në sheshin përballë kryeministrisë, protestuesit janë dalur për të vijuar tubimin, ku janë mbajtur fjalime dhe janë përsëritur kërkesat kryesore të lëvizjes protestuese. Organizatorët kanë theksuar se kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se protestat do të vijojnë deri në përmbushjen e kësaj kërkese. Gjatë zhvillimit të protestës, pjesëmarrësit kanë bërë thirrje për mobilizim, ndërsa kanë paralajmëruar vijimsinë e aksionit qytetar edhe në ditët në vazhdim. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj diskutimeve të krijuara në rrjetet sociale për projektin në banja termale të Bënjës, duke i cilësuar pretendimet për betonizimin dhe dëmtim të zonës si pjesë e një fushate të organizuar dezinformimi. Në një video të publikuar online, ai mbrojti investimin duke theksuar se qëllimi i projektit është zhvillimi i turizmit dhe jo dëmtimi i mjedisit natyror. Debati për ndërhyrjet në banja terminale të Bënjës ka sjellë një reagim të fortë nga kryeministri Edi Rama, i cili e ka cilësuar pretendimet për betonizimin dhe dëmtimin e kësaj zone turistike si pjesë të një fushate të qëllimshme dezinformimi. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, kreu i qeverisë ka deklaruar se pamjet e realizuara në terren tregojnë realitetin e investimeve dhe hedhin poshtë sipas tij pretendimet e ngritura gjatë ditëve të fundit. Ky është realiteti i një destinacioni turistik, i cili 2 ditët e fundit u bë shënjestër histerisë digjitale të organizatorëve të vërtetë të protestës, ekstremistëve që dukshëm që predikojnë plumbin e tradhtarëve, që paguajnë për të dirigjuar turmën të këndoj burg tradhtarëve, që bashkë me duart e padukshme të armiqve të Shqipërisë e të kundërshtarëve të përparimit të saj, turrin me furinë e algoritmit, lukunira korba shesorash virtuale, mbi godo që nuk e do apo e dyshon Shqipërinë e re të syve të tyre. Kryeministri krahasoi projektin e Bënjës me investimet e realizuara në kuadër të rilindjes urbane, duke theksuar se ndërhyrja përfaqëson një model zhvillimi dhe jo një kërcënim për mjedisin. Kemi hyrë në një epokë ku irat e burimeve të komunikimit e të informimit, burimet shkencore, zyrtare apo gazetareske, si ato të kohës kur çdo lajm verifikohej nga 2 burime, rrjedhin në të njëjtin kanale me ujërat e zeza të burimeve biologjike të urrëties, zilis, mëllefit, gënjeshtrës e paditurisë, të cilët kanë avantazhin e shpejtësisë marramundse, që u jep algoritmi dhe të lehtësisë me të cilën ngëlltiten nga njeriu i kthyer në skllav të algoritmit. Në reagimin e tij, Rama ka deklaruar se pas akuzave ndaj qeverisë, shihen interesa që synojnë të pengojnë zhvillimin e vendit dhe procesin e integrimit evropian. Ai theksoi se përballja nuk është mes qeverisë dhe protestuesve, por sipas tij mes vizionit për Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe atyre që përpiqen të frenojnë këtë rrugtim. Kjo nuk është një luftë mes protestuesve dhe qeverisë, as një luftë mes organizatorëve e financuesve të saj, e as një luftë mes organizatorëve të financuesve të këtij revolucioni dhe meje, por një luftë me Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian përmes vështirësive, punës, gabimeve,
korrigjimeve, rezultateve reale dhe një Shqipëri të re, dështakësh si korbat e sorrat e mbledhura nga të katër anët e rrugës të jetës e rreth sheshit televiziv të protestës, të cilët lëpinë helmojnë çdo protestues e shqiptar të ndershëm që një halla shqetësimi sinqert e shtiu drejt bulevardit apo e mban lidhur akoma me protestën përmes nevojës që ai hall të zgjidhet e ai shqetësim të adresohet ndershmërisht. Gjithkush le të zgjedh pasqyrën që do. Reagimi i kryeministrit vjen në një kohë kur projekti në banjat terminale të Bënjës ka nxjerrur debate të forta në rrjetet sociale dhe është bërë pjesë e diskutimeve të protestave të zhvilluara në kryeqytet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka bërë apel mbështetësve të opozitës që t'i bashkojnë protestës së qytetarëve kundër qeverisë. Gjatë komunikimit të tij avor në rrjetet sociale, ai kërkoi largimin e kryeministrit Edi Rama nga detyra, ndërsa ai akuzoi për ushtrim presioni ndaj protestuesve dhe përdorim të metodave që sipas tij kujtojnë ish sigurimin e shtetit. Berisha ngriti gjithashtu akuza edhe për sulme ndaj figurave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në komunikimin e tij të përjavshëm në rrjetet sociale, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka intensifikuar thirrjet për pjesëmarrjen në protestën kundër qeverisë, duke u bërë apel mbështetësve të opozitës që t'i bashkohen mobilizimit qytetar. Berisha deklaroi se protesta duhet të ketë mbështetjen e çdo shqiptari dhe i kërkoi kryeministrit Edi Rama të largohet nga detyra, duke akuzuar se po dëmton të ardhmen e të rinjve. Thirrja ime është i jep dorëheqjen menjëherë, se ti je armiku më i egër i trive shqiptar, je arrogant, je cinik, ti i urren ata dhe kërkon që ata të largohen nga Shqipëria. Ndaj dhe jep me një dorëheqjen sepse po soset durimi i tyre. Kreu i opozitës akuzoi gjithashtu kryeministrin se po përdor metoda të ngjashme me ato të ish sigurimit të shtetit për të sulmuar dhe intimiduar protestuesit. Çdo ditë dhe çdo natë kalon nga bota digjitale në botën e errët të policisë sekrete shqiptare. Merret me njolla, merret me biografi një lloj si etrit e tij. Sulmon një javë rresht njërin apo tjetrin personazh se mori fjalën apo pse dhe tha një parull që s'duhet ta thoshte ta zëm. Berisha u ndal edhe te debatet e fundit në lidhje me figurat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke pretenduar se qeveria po përpiqet të diskreditojë luftën e UÇK-s përmes publikimeve në rrjetet sociale. Arritën në shkallë ekstreme të përbaltin një nga herojt më të lavdishëm të luftrave të shqiptarëve për liri dhe dinjitet kombëtar në fund të shekullit 20, Tahir Sinanin. Nxorën rrëmuan tamam si hienat policisë sekrete të dikurshme. Fatura dokumenta pas interpretim për të nxjerrë për të përballë luftën, për të përballë UÇK-n. Për fajin e vetëm se në këtë protest midis flamujve del dhe flamuri i UÇK-s. Në përfundim të deklaratës së tij, kryetari i Partisë Demokratike u bëri thirrje mbështetësve të opozitës të mos ndikojnë nga thirrjet që drejtohen kundër tij gjatë protestave, duke pretenduar se ato vijnë nga forca politike që sipas tij synojnë të zëvendësojnë opozitën tradicionale. Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë Rama për shpërdorim detyre, keq menaxhim të fondeve publike dhe shkelje të procedurave ligjore, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit. Sipas opozitës, konstatimet e kontrollit të lartë të shtetit në një institucion të sigurisë ushqimore dhe veterinare pasqyrojnë një model të dështuar të qeverisjes. Nga abuzimi me detyrën te shpërdorimi i fondeve publike dhe shkelja e procedurave ligjore, këto janë disa nga arsyet që sipas Partisë Demokratike e bëjnë të domosdoshme dorëheqjen e qeverisë Rama. Në një deklaratë publike, zëdhënësia për antikorrupsionin në Partinë Demokratike Genta Vangjeli ka bërë të ditur se gjetjet te kontrollit të lartë të shtetit gjatë auditimit në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare, ku janë konstatuar një sër shkeljesh administrative dhe financiare. Ku janë konstatuar shkelje të shumta që kanë sjellë pasojë masa organizative, masa për shpërblim dëmi, masa për eliminimin e efekteve negative në administrimin e fondeve publike dhe 23 masa disiplinore ndaj punonjësve të institucionit. Skandali bëhet edhe më i rënd kur konstatohet se në procedurat e tenderimit kanë marrë pjesë persona që nuk kishin nisur ende marrëdhënien e tyre të punës në institucion. Titullari i institucionit me urdhër specifik ngre grupin për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ofertave, me anë të cilit kryetare e komisionit është emëruar një zonjë e cila ka nisur marrëdhënien e saj të punës 21 ditë pas nxjerrjes së urdhrit për ngritjen e KVO-s.
Zëdhënësia e PD-s ka deklaruar se këto raste tregon një model të përsëritur keq administrimi ku, sipas saj, ligji zbatohet në mënyrë selektive dhe institucionet përdoren për të shmangur përgjegjësitë. Problemi sipas saj është vetë modeli i qeverisjes, ndaj kërkon dorëheqjen e Ramës. Rama jep dorëheqjen sepse administrata publike është shndruar në një mekanizëm të politizuar ku meritokracia zëvendësohet nga bindja politike dhe ku përgjegjësia mungon. Rama jep dorëheqjen sepse standardet e një demokracie funksionale kërkojnë përgjegjësi politike ku skandalet dhe dështimet përsëriten vit pas viti. Sipas Partisë Demokratike, këto gjetje nuk përbëjnë më vetëm akuza politike, por tregues një problemi më të gjerë të qeverisjes ku sipas tyre kërkojnë një ndryshim të thellë politik në vend. Hetimet për helmimin e studentëve të Akademisë së Sigurisë janë zgjeruar edhe mbi procedurat e kontrollit të ndjekura nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Policia e Tiranës ka sekuestruar dokumentacionin e AKU-s për subjektin privat Sori AL për të verifikuar zbatimin e detyrimeve ligjore. Ndërkohë, prokuroria pret rezultatet e analizave laboratorike, të cilat do të përcaktojnë shkakun e helmimit dhe përgjegjësitë e mundshëm. Hetimet për rastin e helmimit të 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë kanë hyrë në një fazë të re, duke u fokusuar edhe në mënyrat se si janë kryer kontrollet ndaj kompanisë së cateringut Sorial. Sektori për hetimin dhe krimin ekonomik në Policinë e Tiranës ka sekuestruar të gjithë dokumentacionin që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit disponon për këtë subjekt, duke përfshirë materialet e kontrolleve të zhvilluara nga muaji janar deri më sot. Verifikimet synojnë të zbardhin nëse inspektimet janë kryer në përputhje me ligjin dhe nëse ka patur mangësi apo parregullsi që mund të kenë ndikuar në 2 episodet e helmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë. Paralelisht, Prokuria e Tiranës vijon hetimet dhe është në pritje të rezultateve zyrtare të analizave laboratorike për mostrat e marra pas ngjarjes. Këto analiza pritet të përcaktojnë shkakun e saktë të helmimit, pasi studentët u paraqitën në spital me simptoma si dhimbje barku, të vjella dhe temperaturë. Në varësi të përfundimeve të ekspertizës laboratorike dhe provave të mbledhura gjatë hetimit, organi i akuzës pritet të vendosë mbi përgjegjësitë penale, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e lëshimit të urdhër ndalimeve ndaj personave që të rezultojnë përgjegjës për ngjarjen. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 15 persona pas protestës së mbajtur të premten në mbrëmjen në kryeqytet, ku sipas autoriteteve ata akuzohen për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime të palishme, bllokim të qarkullimit të automjeteve dhe prishje të rendit publik. Gjatë veprimtarive hetimore janë sekuestruar edhe një automjet dhe 2 telefona celular në cilësinë e provës materiale. Bllokimi i disa akseve kryesore në Tiranë gjatë marshimit të protestuesve të premte në mbrëmje ka sjellë procedimin penal të 15 personave. Në një njoftim zyrtar, Policia e Shtetit bëri të ditur se ndaj tyre janë ngritur akuza për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullimet dhe manifestimet palishme, prishje të rendit dhe qetësisë publike, si dhe pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit. Sipas policisë, nga veprimet hetimore ka rezultuar se tubimi i njohur për të zhvilluar në orën 19 deri në orën 22 në sheshin Skënderbej dhe në bulevardin Dëshmorë të Kombit ka dalë jashtë itinerarit dhe orarit të deklaruar zyrtarisht. Uniformat blu bëjnë me dije se protestuesit vijuan marshimin në disa prej akseve më të ngarkuara në kryeqytet, përfshi rrugën e Elbasanit, zonën e nënkatëshve, ish-bllokun dhe segmentet të Unazës, ku u bllokua qarkullimi i automjeteve dhe u krijuan rëndime të konsiderueshme të trafikut. Në kuadër të hetimeve, policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale një automjet dhe 2 aparate celulare, të cilët do t'i nënshtrojnë ekzaminimeve të mëtejshme. Materialet procedurale janë referuar prokurisë, e cila do të vijojë për zbardhjen plotë rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore. Një konflikt për motive familjare ka përfunduar me një ngjarje të rëndë në Lezhë, ku një 28 vjeçar dyshohet se tentoi të vriste nënën e bashkëjetueses duke e goditur me automjet. Gruaja u transportua me urgjencë në spitalin e traumës, ndërsa autori u vu në pranga vetëm pak minuta pas ngjarjes.
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit në qytetin e Lezhës, ku një 28 vjeçar ka tentuar të vrasë nënën e bashkëjetueses së tij, duke e përplasur me automjet. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:05 në lagjen Skënderbek. I riu kishte shkuar për të marrë me makinë bashkëjetuesen e tij. Në ato momente kanë dalë edhe familjarët e saj dhe pas një konflikti për motive që lidhen me marrëdhënie familjare, ai ka përplasur me automjet nënën e vajzës. Si pasojë e goditjes, 43 vjeçaria me inicialet KH ka psuar dëmtime të shumta trupore. Ajo transportua fillimisht për ndihmë mjekësore dhe më pas në spitalin e traumës në Tiranë, ku vijon të marrë trajtim të specializuar në kujdesin e mjekëve. Menjëherë pas ngjarjes, autori u largua nga vendi i ngjarjes, por falë reagimit të shpejtë të shërbimeve të policisë, u lokalizua dhe u vu në pranga. Gjatë veprimeve hetimore u sekuestrua dhe automjeti i përdorur për këtë ngjarje, i cili do t'i rënshtrohet ekspertizës përkatëse. Ndaj 28 vjeçarit është ngritur akuza për veprën penale, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare mbetur në tentativë, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Lezhës për vijimin e hetimeve dhe veprimeve të mëtejshme. Një konflikt për motive të dobta në zonën e Babrus është përshkallëzuar në përdorimin e armës së zjarrit, ku një 18 vjeçar ka qelluar në drejtim të një biznesi. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, ndërsa policia sekuestroi armën dhe arrestoi autorin. Detaje të reja janë bërë të ditura lidhur me të shtënat me armë zjarri të regjistruara mbrëmjen e së premtes në zonën e Babrus në Tiranë. Sipas informacioneve zyrtare, 18 vjeçari Reisi Muça, pas një konflikti për motive të dobta me pronarin e një servisi celularësh, ka qelluar 2 herë me armë zjarri automatike në drejtim të biznesit. Ngjarja ka ndodhur në momentin që servisi ka qenë i mbyllur, duke shmangur kështu pasojat në njerëz. Megjithatë, nga të shtënat janë shkaktuar dëme materiale në fasadën e jashtme edhe në ambientet e brendshme të objektit. Menjëherë pas ngjarjes, i riu është larguar nga vendi i incidentit për shkapur nga shërbimet e policisë rreth 3 kilometra larg, teksa tentonte të arratisej. Gjatë kontrolleve në zonë, policia ka gjetur dhe sekuestruar edhe armën e zjarrit automatike të përdorur në ngjarje, të bashku me municionin luftarak. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë. Vijoj me informacione nga Kosova. 20 ditë pas zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatin përfundimtar të procesit. Lëvizja vetëvendosje mbetet forca e parë politike, ndërsa rinumërimi nuk evidentoi parregullsi që do të kërkonin një proces tjetër rinumërimi. Tashmë pritet përfundimi i ankimimeve dhe certifikimi i rezultateve për t'i hapur rrugë ngritjes së institucioneve të reja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit, duke konfirmuar renditjen e forcave politike që do të përfaqësohen në Kuvendin e Kosovës. Sipas rezultatit zyrtar, lëvizja vetëvendosje ka dalë forca e parë politike me 53 mandate. Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 22 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 7 deputet. 20 vende në Kuvend u takojnë komuniteteve jo shumicë. Nga 10 mandatet e rezervuara në komunitetin serb, 9 janë fituar nga lista serbe, ndërsa një mandat nga partia e Nenat Rashiqit. 10 mandatet të tjera janë ndarë mes përfaqësuesve të komunitetit turk, bosnjak, rom, ashkali, egjiptian dhe goran. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve bëri të ditur se procesi i rinumërimit të 10% të votimeve nuk evidentoi parregullsi që do të justifikonin rinumërime të tjera. Sipas tij, dallimet e konstatuara kanë qenë minimale dhe nuk do të ndikojnë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Pas shpalljes së rezultatit, subjekti politik dhe kandidatët kanë në dispozicion 48 orë për të paraqitur ankesa në panel dhe parashtresa. Më pas, PZAP-ja ka 3 ditë kohë për shqyrtimin e tyre, ndërsa vendimet mund të ankimohen edhe në gjykatën supreme brenda fatit ligjor. Vetëm pas përfundimit të këtyre procedurave dhe certifikimit të rezultatit nga KQZ-ja, do të nisë zyrtarisht procesi për konstituimin e Kuvendit dhe formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishqimin edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.